Ajo rrëzua në mes të shtegut malor mbi Elbasan, me njërën dorë që shtrëngonte barkun e saj të fryrë dhe tjetrën që përpiqej kot të kapte gurët e lirshëm nën trupin e saj. Frymarrja e vinte me ndërprerje, e shkurtër dhe e randë, çdo frym më e dobët se tjetra. Era lëvizte lehtë mes gështenjave të malit, por askush tjetër nuk ishte aty për ta dëgjuar luftën e saj. Kur Liridon Lecin i e gjeti, buzët e saj kishin marrë një ngjyrë të zbehtë dhe forcat pothuajse e kishin braktisur. Ajo u përpoq të fliste, por nga goja i doli vetëm një përshpëritje e dobët. Ai nuk e pyeti emrin, nuk e pyeti nga vinte, nuk e pyeti pse një grua shtatzan ndodhej vetëm në një shteg mali ku edhe njerëzit e mësuar me malet hezitojnë të ecin. Në vend të kësaj, Liridoni u përkul, e ngriti me kujdes mbi shpinë dhe nisi zbritjen e gjatë drejt qytetit. Hap pas hapi, kilometër pas kilometri, ai e mbajti në shpinë nëpër rrugën e thyer që zbriste drejt klinikës më të afërt në Elbasan. Këmbët i digjnin, kraharori i rëndohej dhe djersa i kishte lagur gjithë këmishën, por ai nuk ndaloi. Sepse ndonjëherë jeta e një të panjohuri bëhet papritur përgjegjësia jote. Kur më në fund arritën te klinika, Liridoni mendoi se pjesa më e vështirë kishte kaluar. Ai gaboi. Një infermiere e pa gruan vetëm për një çast dhe u kthye përsëri te letrat e saj. Mjeku pothuajse nuk ngriti fare kokën nga tavolina. Pa depozit, tha ai qetësisht, nuk ka trajtim. Ajo që ndodhi më pas do të ndryshonte shumë më tepër se sa një jetë. Do të zbulonte korrupsion, do të rrëzonte burra të fuqishëm dhe do të tregonte se ndonjëherë një akt i vogël mirësie mund të trondit një sistem të tërë. Por para se të vazhdojmë, më tregoni diçka. Nga cili qytet apo shtet po e shikoni këtë histori tani? Shkruajini në komente. Më pëlqen gjithmonë të shoh nga cilat vende të botës na ndjek familja jonë shqiptare. Dhe nëse historitë për guximin, drejtësinë dhe forcën e njerëzve të zakonshëm ju prekin zemrën, abonohuni në kanal që të mos humbisni historitë e ardhshme. Tani, le të kthehemi përsëri te fillimi. Lart mbi luginën jashtë Elbasanit, aty ku rruga e asfaltuar mbaron dhe fillojnë shtigjet e malit, Liridon Lecini jetonte një jetë të qetë që shumica e njerëzve nuk do ta vinin re kurrë. Kodrat mbi Elbasan kishin një qetësi që njerëzit e qytetit rrallëherë kuptonin. Rruga asfaltuar mbaronte disa kilometra më poshtë, aty ku shtëpitë e fundit të qytetit linin vend për ara të vogla dhe pemishte të shpërndara. Prej andej fillonin vetëm shtigje të ngushta guri që ngjiteshin drejt maleve, duke u dredhur mes gështenjane, shpateve të ashpra dhe barrit të thatë që mezi mbahej në tokën e varfër. Këto shtigje ishin të njohura për Liridon Lecinin. Ai kishte përshkuar për vite me radhë. Shumica e mëngjezeve për të nisnin njësoj. Para se dielli të dilte plotësisht mbi luginë, ai dilte nga shtëpia e tij e vogël prej druri me një sapat mbi shpatull dhe një litar të mbështjellë në shpinë. Ajri i hershëm i mëngjezit ishte i freskët dhe mbante erën e dheut të lagësht dhe të tymit të druve që ngrihej nga fshati poshtë. Deri në mesditë, ai zakonisht ndodhej lart në male duke prerë deg, duke grumbulluar dru zjarri ose duke përgatitur qymyr që më pas e shiste në qytet. Nuk ishte punë e lehtë, por ishte e ndershme dhe i mjaftonte për të jetuar. Liridoni nuk priste më shumë nga jeta. Vite më parë, një aksident i përpritur në rrugën mes Librazhdit dhe Elbasanit i kishte marrë gruan dhe djalin e vogël. Pas varrimit, njerëzit e fshatit kishin provuar ta ngushëllonin me fjalë që tingëllonin bosh edhe teksa i thoshin: "Koha do t'i shëroj plagët", i kishin thënë. Liridoni nuk e kishte besuar kurrë këtë. Në vend kësaj, ai e mbushi jetën me punë dhe heshtje, duke i lënë malet të bëheshin i vetmi vend ku mendimet e tij mund të qetësoheshin. Atë pasdite, dielli qëndronte lart mbi luginë dhe nxehtësia e thatë i kishte bërë gurët e shtegut të ngroheshin nën çizmet e tij. Liridoni ishte ngjitur më lart se zakonisht, në një zonë ku pemët bëheshin më të rralla dhe toka më e ashpër. Fshati duke i vogël nga ajo lartësi, një grusht çative të kuqe larg poshtë. Ai sapo kishte lidhur një tufë degësh të prera kur dëgjoi diçka të pazakontë. Në fillim mendoi se ishte era që lëvizte barin. Por pastaj zëri erdhi përsëri. Një frymarrje. Jo ritmi i rregullt i dikujt që ecën, por diçka e çrregullt dhe e dobët, si një përshpëritje që thyhej në ajër. Liridoni qëndroi pa lëvizur dhe dëgjoi me kujdes. Malet zakonisht të mbusheshin me zëra natyre,
zogjë, insekte, zile dhish në largësi. Por ky zë ishte ndryshe. Ishte njerëzor. Ai e ndoqi drejtimin e zërit përgjatë shtegut, duke hedhur hapa të kujdesshëm mbi gurët e lirshëm. Disa metra më përpara, shtegu përkulej pas një shkëmbi dhe një pjesë e tij mbetej e fshehur. Kur arriti tek thesa, e pa. Një grua ishte rrëzuar pranë shtegut. Ajo ishte në gjunjë mes gurëve, e përkulur përpara me një rëndor që mbante barkun. Rrobat e saj ishin pluhurzosur dhe ishin ngrizur pak në fund, qartë që nuk ishin për një ecje në male. Disa fije flokësh të errta ishin dalë nga lidhsja dhe ishin ngjitur në ball nga djersa. Kur u përpoq të ngrihej në këmbë, këmbët e tradhtuan menjëherë. Liridoni e kuptoi menjëherë. Ajo ishte shtatzën. Jo në muajt e parë. Forma e rrumbullakët e barkut dukej qartë edhe nën rrobat e lirshme. Forcat e saj po e braktisnin shpejt. Zonjë, tha me zë të butë. Gruaja ngriti kokën ngadalë. Sytë e saj ishin të paqartë në fillim, sikur mezi kuptonte ku ndodhej. Për një çast, në fytyrën e saj kaloi frika kur pa një të huaj pranë. Nuk mund të ecë, përshpëriti ajo. Zëri i saj ishte i dobët dhe i lodhur. Liridoni hodhi një vështrim përreth. Shtegu ishte bosh. Nuk ishte shtëpi aty pranë, as njerëz që kalonin rastësisht. Kushdo që ishte ajo, nuk duhet të ishte vetëm në atë vend, sidomos në atë gjendje. Si quhesh? Pyeti ai me qetësi. Natasha, tha pas një çasti. Natasha Hoxha. Emri nuk i tha asgjë. Ajo mori një frym të vështirë dhe kapi më shtrenjtë mëngën e tij. Të lutem, tha me nxitim. Mos thirr policin. Liridoni e pa drejt në sy. Aty ishte frika, por jo vetëm nga lodhja, ishte frika e dikujt që ishte larguar nga diçka dhe nuk donte të gjendej. Nuk do të thras askënd, u përgjigj ai qetësisht. Ai u ul pranë saj. Duhet të zbresim në qytet. Natasha tentoi të ndonte kokën, për një dhimbje tjetër e detyroi të ndalonte. Gishtat e saj u shtrëngua në krahun e tij. Nuk mundem, mërmëriti ajo. Për disa sekonda, Liridoni nuk tha asgjë. Era e malit kaloi qetë rreth tyre dhe ngriti pak pluhur mbi shteg. Pastaj, ai u ngrit në këmbë. Ai zgjodhi litarin nga shpina dhe e vendosi mbi shupër, ashtu si mbante zakonisht barrat e prurve. Mbahu fort, tha. Pera se ajo të kundërshtonte, ai u përkul dhe ndihmoi të hipte mbi shpinën e tij. Pesha e saj u mbështet mbi të dhe ai rregulloi litarin që ajo të mos rrëshiste. Frymarrja e saj e dobët ndihej mbi shpatullën e tij. Zbritja filloi ngadalë. Çdo hap kërkonte kujdes. Shtegu ishte i ngushtë dhe gurët lëviznin lehtë nën këmbë. Disa herë Natasha nxori një rënkim të lehtë kur dhimbja i përshkroi trupin. Çdo herë Liridoni ndalonte për disa sekonda derisa ajo të merrte frym më lirshëm. Ata nuk folën shumë. Lugina zgjerohej përpara tyre dhe çatit e Elbasanit filluan të dukeshin në largësi. Liridoni tashmë e ndjente lodhjen që e rëndonte këmbët, por ndalimin nuk kishte mundësi. Ai nuk e dinte kush ishte vërtet Natasha Hoxha. Nuk e dinte pse ishte vetëm në atë mal. Por një gjë ishte sigurt. Nëse do linte aty, ajo mund të mos e shihte më mëngjesin. Dhe pa e kuptuar, Liridon Lecili apo kishte hedhur hapin e parë në një histori që shumë shpejt do të dilte përtej atyre maleve qeta. Kur Liridoni arriti në periferitë e Elbasanit, dielli kishte filluar të anonte drejt pasdites. Rruga nën këmbët e tij më në fund ishte kthyer nga një shteg me gur në asfalt të plasaritur dhe zhurmat e qytetit kishin filluar të zëvendësonin qetësinë e maleve. Makina kalonin në për rrugët e ngushta, autobusët ndalonin pranë stacioneve me njerëz që hipnin e zbrisnin, ndërsa kalimtarët e zakonshëm lëviznin me çanta pazari në duar. Pesha e Natashës mbi shpinën e tij ishte bërë gjithnjë e më e rëndë. Frymarrja e saj ishte dobësuar gjatë zbritjes nga mali dhe disa herë ai ishte detyruar të ndalonte për t'i dhënë kohë të merrte frym. Kur më në fund pa klinikën e vogël private pranë stacionit autobusëve, Liridoni ndjeu një lehtësim të thellë që e kishte mbajtur brenda gjithë rrugës. Godina ishte e thjeshtë, me dy kate dhe bojë të zbehur nga vitet. Një tabelë e vogël mbi derë tregonte se aty kryeshin vizita dhe analiza mjekësore. Nuk ishte spital i madh, por ishte vendi më i afërt ku mund të merrnin ndihmë. Liridoni shtyu derën prej xhami dhe hyri brenda. Dhoma e pritjes kishte një erë të lehtë dezinfektuesi dhe mure të zbehta nga koha. Disa njerëz rinin ulur në karrige përgjatë murit.
Një burr i moshuar kollitej ngadalë në një shami, ndërsa një grua e re përpiqej të qetësonte fëmijën e saj të vogël që lëvizte pa pushim në krahët e saj. Pas një tavoline të vogël recepcioni, një grua po rregullonte disa letra pa ngritur kokën. Liridoni e uli Natashën me kujdes në një karrige. Ajo ka nevojë për mjek, tha ai duke u përpjekur të mbante zërin të qetë. Recepcionistja ngriti syt vetëm për një çast drejt Natashës. Vështrimi i saj kaloi shpejt mbi rrobat e pluhurosura dhe fytyrën e zbehtë të gruas. "Duhet depozita," tha ajo shkurt. Liridoni u ndal për një moment. "Nuk kam shumë para," tha me ndershmëri, "por ajo ka ardhur nga mali, nuk mund të qëndroj në këmbë." Gruaja shtjeu një formular mbi tavolinë. "Pagesa bëhet para trajtimit." Pasti Natasha u përkul pak përpara dhe mbajti barkun me dorë. Fytyra e saj ishte bërë edhe më e zbehtë. "Të lutem," tha me zë të ulët, "thjesht kontrollojini një herë." Recepcionistja ngriti supet sikur kërkesa e tij ishte një bezdije e panevojshme. Njerëzit në dhomën e pritjes kishin filluar të ndiqnin skenën në heshtje. Disa shmangnin syt, ndërsa të tjerë vështronin me kureshti. Në korridor u hap një derë dhe një burr me mantel të bardhë doli jashtë. Recepcionistja e thirri lehtë. "Doktor, këta nuk kanë depozit." Doktor Enio Reka hodhi një vështrim të shpejtë drejt Natashës dhe rregulloi syzet. "Pa depozit," tha me qetësi. "Nuk ka trajtim." Fjalët e tij e goditën Liridonin më fort nga sa priste. Për një moment ai qëndroi në mes të dhomës pa ditur çfarë të bënte. Zbritja nga mali e kishte lodhur deri në kufiret e forcave dhe siguria e ftoftë në zërin e mjekut e bëri situatën të dukej papritur e pa shpresë. Pastaj Natasha nxori një frym të rëndë dhe u përkul përpara ndërsa një tjetër val dhimbjeje kaloi në trupin e saj. Ai tingull e shtyu Liridonin të vepronte. Pera se ta kuptonte plotësisht, ai bëri një hap përpara dhe ul në gjunjë në dyshemen e klinikës. "Të lutem," tha me zë të ulët. Zëri i tij u dëgjua qartë në të gjithë dhomën. "Do t'i gjej parat, të betohem, just ndihmojeni tani." Recepcionistja u duk për një çast e sikletosur dhe hodhi një vështrim drejt njerëzve që po shikonin në heshtje. Doktor Reka qëndroi në derë pa ndryshuar shprehjen. Rregullat ishin rregulla. Liridoni uli kokën dhe bashkoi duart. "Ajo nuk do të mbjetoj një tjetër rrugë," shtoi ai me zë të ulët. Dhoma mbeti e qetë për disa sekonda. Më në fund, doktori mori frym thellë dhe u kthyele drejt korridorit. "Vendoseni në vëzhgim për natën," tha pa shumë interes, vetëm sepse duket në gjendje të dobët. Recepcionistja shkroi diçka në një fjetë dhe bëri shenjë drejt korridorit. Pak çastesh më vonë, u shfaq një infermiere me një barel të ngushtë me rrota. Natasha e pa Liridonin me kujdes ndërsa e ngritën nga karrigja. Në sytë e saj kishte tashmë diçka tjetër përveç lodhjes. Habia. Askush nuk ishte ulur në gjunjë për mua në këtë mënyrë. Jo në këtë mënyrë. Ata e quan në një dhomë të vogël me një shtrat të ngushtë pranë një dritare që shikonte nga rruga. Brenda dëgjoheshin vetëm zhurmat e largëta të makinave dhe hapat e infermierëve në korridor. Liridoni tërhoqi një karrige pranë shtratit dhe ul. "Duhet të shkosh në shtëpi," tha Natasha pas pak. Ai tondi kokën. "Do të rri deri në mëngjes." Dritat e klinikës u zbehtën, ndërsa nata ra mbi qytet. Liridoni qëndroi zgjuar shumicën e kohës, duke dëgjuar frymarrjen e saj dhe duke parë në heshtje lëvizjen e ngadalshme të gjoksit të saj. Sa herë ajo lëvizte nga dhimbja, ai ngrihej për t'i rregulluar bataniken ose për t'i zjell pak ujë. Kur më në fund erdhi mëngjesi, një dritë e zbehtë hyri nga dritarja. Natasha u zgjua dhe pa që karrigja pranë saj ishte bosh. Për një moment mendoi se Liridoni ishte larguar. Pastaj dera u hap. Ai hyri brenda me një qese letre nga tregu pranë klinikës. Brenda kishte bukë të freskët, një tas të vogël me supë të ngrohtë dhe 2 portokalle. Ajo e pa ushqimin në heshtje. "Nuk duhet ta bënje këtë," tha me zë të ulët. Liridoni vendosi qesen mbi tavolinë pranë shtratit. "Nuk është gjë e madhe," u përgjogja ai. Natasha e vështroi më me kujdes këtë herë. Rrobat e tij ishin të konsumuara nga puna. Duart e tij të ashpra tregonin vite të tëra që presnin dru. Sytë e tij ishin të lodhur nga nata pa gjumë. "Ti ke paguar për këtë," tha ajo me mosbesim. Liridoni ngriti supet lehtë. "Shita sapatën," tha thjesht, "dhe shitësi i frutave në treg më dha pak para hua." Natasha e pa me mosbesim. Ky burr nuk dinte asnjë për të. Emri i saj nuk ishte asnjë kuptim për të. E kaluara e saj nuk ishte përgjegjësia e tij.
Megjithatë, ai kishte dhënë të vetmen gjë që kishte, vetëm sepse ajo kishte nevojë për ndihmë. Për herë të parë që momenti kur ishte larguar nga jeta që l'ishte lënë pas, Natasha kuptoi diçka që asgjësisht e kishte harruar. Mirësia ende mund të ekzistojë në vendet më të papritura. Nga fundi i pasdites, korridori i klinikës ishte bërë më i qetë. Infermierët kalonin më rrallë pranë dhomës dhe zhurmat e trafikut nga rruga hynin lehtë nga dritarja gjysmë hapur. Natasha kishte arritur të pushonte për disa orë, por lodhja në trupin e saj nuk ishte zhdukur. Kur doktori erdhi për ta kontrolluar edhe një herë, vizita e tij ishte e shkurtër dhe e ftoftë. Ajo mund të largohet, tha doktor Reka, ndërsa po kthehej drejt derës. Nuk pati asnjë diskutim për kujdes afatgjat, asnjë këshill se ku mund të shërohej dhe asnjë interes se ku do të shkonte më pas. Klinika kishte bërë mjaftueshëm për të shmangur përgjegjësinë. Çfarë ndodhte mëtej nuk ishte më puna e tyre. Natasha u ngrit ngadalë nga shtrati i ngushtë. Lëvizja e detyroi të ndalonte për një çast ndërsa një dhimbje e lehtë i përshkoi shpinën. Ajo hodhi syt nga Liridoni, i cili kishte qëndruar pranë karrigës pothuajse gjithë ditën. Mund të ecë, tha ajo me zë ulët, edhe pse në zërin e saj nuk kishte shumë siguri. Liridoni nuk e kundërshtoi. Ai vetëm u afrua dhe e ndihmoi të ngrihej në këmbë. Jashtë, ajri i pasditës dupej më i freskët se dhomat e mbyllura të klinikës. Rrugët pranë stacionit të autobusëve ishin plot me njerëz që po përfundonin punët e ditës. Dyqanet e vogla kishin nxjerr arka me fruta përpara dyerve. Në një furrë buke aty pranë, tabakatet me bukë të sapo pjekur mbushnin ajrin me aromë të ngrohtë. Natasha vori re sa natyrshëm lëvizte Liridoni mes turmës. Ai përshëndeste disa njerëz me një tundje të lehtë poke, por nuk ndalej mjaftueshëm që të hapte biseda. Prania e tij e qetë dukej se i mbante larg syt kurreshtar që mund të vërenin gjendjen e saj. Ku do të shkoj tani? Pyeti ajo ndërsa u kthye në një rrugë më të vogël që dilte nga qendra e qytetit. Liridoni hodhi syt drejt kodrave që ngriheshin përtej shtëpive. Kam një vend, u përgjigj thjesht. Ngjitja drejt fshatit ishte më e ngadalë se zbritja e mëparshme. Natasha u mbështet në krahun e tij sa herë që rruga bëhej më e pjerrët, dhe ata ndaluan disa herë që ajo të merrte frymë. Drita e mbromjes e zbuti peizazhin përreth, duke i kthyer arat e thata në ngjyra të arta. Disa fermerë po ktheheshin në shtëpi me gomar të ngarkuar me thase ullinsh, ndërsa fëmijët luanin pranë rrugës derisa nënat i thrisnin të futeshin brenda. Pas gati një ore ecje të kujdesshme, Liridoni e drejtua nga një shteg i ngushtë mes dy pemishteve të vogla. Shtegu ngjitej lehtë mes disa pemëve derisa përpara tyre u shfaq një shtëpi e vogël prej druri. Nuk ishte më shumë se një kasole me një dhomë të vetme dhe një çati të rregulluar me copat e neqeje. Një stol druri qëndronte pranë derës, ndërsa një grumbull drush të prerë ishte mbështetur te muri. Vendi dukej thjesht, por i rregullt. Këtu jetoj, tha Liridoni. Natasha hyri me hapa të ngadalta. Dhoma ishte modeste, një tavolinë e vogël me dy karrige, një dyshek i ngushtë pranë murit dhe një raft me disa tenxhere dhe kavanoza me perime të konservuara. Një batanieke e plathur qëndronte në fund të shtratit. Duhet të shtrihesh, tha Liridoni. Ajo hezitoi për një çast. Po ti, unë do të rregullohem. Natasha nuk kundërshtoi më. Lodhja në krupin e saj ishte më e fortë se krenaria. Ajo ushtri me kujdes në dyshek ndërsa Liridoni doli jashtë. Ajri i natës në kodra bëhej më i freskët, sot dielli zhdukej pas maleve. Liridoni u mbështoll me një batanieke të vjetër dhe ul pranë murit të shtëpisë. Era sillte zëra të largët nga fshati poshtë në jashtë, qenë që lehnin, ndonjë bisede largët dhe ndonjë makinë që kalonte në rrugën kryesore. Brenda, Natasha qëndroi zgjuar për një kohë të gjatë. Qetësia ishte e pazakonshme për të, pas javësh me mbushur me tension dhe frikë. Askush nuk e ndiqte më këtu. Askush nuk kërkonte shpjegime. I vetmi zë që dëgjonte ishte era që lëvizte mes pemëve. Mëngjesi erdhi me një dritë të zbehtë mbi kodra. Kur Natasha doli jashtë, Liridoni ishte më zgjuar dhe po ngrohte ujë mbi sobën e vogël. Në një tigan kishte vezë të skuqura dhe disa copë buke të freskët. Duhet jesh, tha ai duke i dhënë një pjatë. Ushqimi ishte i thjeshtë, por i ngrohtë. Natasha kuptoi sa kohë kishte kaluar që kur kishte ngjerë në krahërash ankth. Për një moment të shkurtër,
Rutina e qetë e mëngjesit e bëri gjithçka të dukej absolutisht normale. Por në fshatra, normaliteti rrallë mbetet i padukshëm. Që në ditën e dytë, njerëzit kishin filluar të flisnin. Një grua shtatzëne që askush nuk e njihte ishte parë duke ecur pranë Liridonit. Dikush kishte menduar se e kishte parë në klinik. Të tjerë pyesnin pse kishte shfaqur papritur. Kureshtria u kthye ngadalë në dyshim. Personi i parë që e përballi hapur ishte Bardha Gurra, një grua e njohur në fshat për fjalën e saj të drejtpërdrejtë. Liridoni e takoi pranë dyqanit të vogël në qendër të fshatit. Ajo qëndronte me krahat e kryqëzuar kur ai u afrua. "Kush është gruaja që rritet ti?" pyeti drejtpërdrejtë. "Një udhëtare që kishte nevojë për ndihmë," u përgjigj Liridoni. Bardha e vështroi gjatë. "Udhëtarët nuk shfaqen vetëm me shtatzën," tha ajo. "Njerëz të tillë serin te lashe." "Ajo nuk është telash. Ti nuk e di këtë." Disa njerëz përreth kishin filluar ta dëgjonin bisedën në heshtje. Bardha uli pak zërin. Njerëzit e panjohur gjithmonë mbajnë histori pas vetes, dhe historitë shpesh arrin tek veshët e gabuar. Liridoni nuk u përgjigj. Ai mori thesin e vogël me miell që kishte ardhur të blinte dhe u kthye drejt shtegut që çonte në shtëpi. Atë mbrëmje, Natasha e ndjeu ndryshimin në ajër edhe pa folur ai. "Ata e din për mua," tha ajo me qetësi. "Po, dhe nuk më duhen këtu." Liridoni shtoi një copë druri në sobë perisa të përgjigjej. Njerëzit kanë frikë nga ajo që nuk e kuptojnë. Natasha pa drejt kodrave të errta që shtriheshin përtej shtëpisë. "Duhet më dërgosh larg perisa të krijojnë më shumë probleme." Liridoni tundi kokën ngadalë. "Ti kishe nevojë për ndihmë," u përgjigj ai. Zëri i tij nuk kishte asnjë hezitim. Për herë të parë që kur ishte larguar nga jeta që kishte pasur më parë, Natasha ndjeu diçka që nuk e kishte pritur ta ngjente më. Qyteti i Elbasanit vazhdonte jetën e tij të zakonshme atë javë. Autobuzët hynin dhe dilnin nga stacioni çdo orë. Shitësit vendosnin arkat me fruta përgjatë trotuareve dhe njerëzit lëviznin nëpër treg me nxitimin e zakonshëm të përditshmërisë. Shumica e bisedave ishin të thjeshta, çmimi i perimeve, moti, lajmet e vogla nga fshatrat përreth. Por një pyetje kishte filluar të dëgjohej gjithnjë e më shpesh në disa cepa të qytetit. Një burr i gjatë, i veshur me një pallto të errët, kishte ardhur dhe po pyeste për një grua shtatzën që udhëtonte vetëm. Ai nuk fliste me zë të lartë, nuk kërcënonte askënd. Pyetjet i bënte me qetësi dhe me një lloj sigurie që i bënte njerëzit ta dëgjonin. Rrobat e tij ishin të shtrenjta por të thjeshta dhe këpucët dukeshin sikur nuk kishin parë kurrë pluhurin e rrugëve të fshatit. Kur dikush hezitonte të përgjigjej, ai vendoste në tavolinë një kartmonedhë të palosur. Zakonisht kjo mjaftonte. Emri i tij ishte Naim Mushica. Ditën e dytë pyetjet e tij kishin arritur deri tek kafenet pranë stacionit autobusëve dhe te tezgat e frutave në hyrje të tregut. Dikush kujtoi një burr që kishte mbajtur në shtëpi një grua shtatzën drejt klinikës. Dikush tjetër i kishte parë duke dalë prej andeja të mbrëmje. Një tjetër përmendi se burri që e kishte ndihmuar jetonte diku në kodrat mbi qytet. Në vende si Elbasani, informacioni lëviz shpejt. Mjaftojnë disa zëra të gatshëm për të folur. Lart në kodra, Liridoni e ndjeu ndryshimin para se të dëgjonte hollësit. Vitet e jetës vetëm në male i kishin prerë ndjeshmërinë për ndryshimet e vogla në sjelljen e njerëzve. Kur zbriti në fshat për të bler bukë dhe disa gjërat nevojshme, shitësi e përshëndeti me mirësjellje, por duke i shpërqendruar. Dy burra që zakonisht i bënin me kokë kur kalonin pranë tij, këtë herë pan më gjatë se zakonisht. Më vonë atë pasdite një fshinje ndaloi në shteg dhe i përmendi se në qytet kishte ardhur një burr që po ofronte para për informacion për një grua shtatzën. Në momentin që Liridoni e dëgjoi këtë, një ndjesi paralajmëruese i ul në kraharor. Ai u kthyre në shtëpi pa humbur kohë. Natasha ishte ulur pranë dritares së vogël, e mbështjellur me një batanie ndërsa drita e vonë pas ditës binte mbi dyshemen prej druri. Ngrohtësia nga soba mbushte dhomën dhe sillte me vete erën e supës së thjeshtë që Liridoni kishte gatuar më herët. Një supë me perime, patate dhe karrota nga një fermë aty pranë. Ajo ngriti kokën sapo ai hyri. "Diçka ka ndodhur," tha menjëherë. Liridoni mbylli derën dhe vendosi qesen me bukë mbi tavolinë. "Ka një burr në qytet që po pyet për një grua shtatzën," tha ai. Shprehja e Natashës ndryshoi menjëherë. Qetësia që kishte filluar të ndjente këto ditë u zhduk nga fytyra e saj. "A e than emrin e tij?" pyeti ajo me zë të ulët. "Po." Liridoni e pa drejt në sy. Naim Mushica. Heshtja që pasoi u bë më e rëndë se vetë dhoma.
Natasha uli syt dhe shtrëngoi më fort batanien. Për disa çaste nuk tha asgjë. Liridoni nuk e shtyu të fliste. Në vend kësaj filloi të mblidhte disa gjëra nga tavolina. Një llampë dore, një shishe uji dhe një qese e vogël me bukë dhe gjath. Sonte nuk mund të rrim këtu, tha me qetësi. Ai e ndihmua të dilte jashtë ndërsa dielli po fshihej pas kodrave dhe udhëhoqi ngadalë përgjatë një shtegu të ngushtë që largohej nga fshati. Rruga ngjitej më lart se vendet ku ai punonte zakonisht dhe kalonte mes pemëve të ulta dhe tokave të braktisura që pak njerëz i frekuentonin. Pas gati gjysmë ore ecje të kujdesshme, ata arritën te një kasole e vjetër që dikur ishte përdorur nga fermerët për të ruajtur vegla dhe ushqim për kafshët. Struktura e drurit ishte paksa e anur dhe dera varej në një nga menteshat e ndryshkura, por ishte e fshehur thellë në kodra, larg shtegut kryesor. Brenda, ajri mbante erën e drurit të thatë dhe të pluhurit. Liridoni pastroi një kënd pranë murit dhe shtriu një batanie të tokë. Do të rim këtu vetëm për disa net, tha me qetësi. Natasha ul ngadalë, vendosi dorën nëpër barku ndërsa përpiqej të merrte frymë më qetë. Jashtë, era lëvizte barin dhe krikellët filluan zhurmën e zakonshme të natës. Për një kohë të gjatë, asnjëri nuk foli. Më në fund Natasha ngriti kokën. Ti meriton ta dish përse ai burr po më kërkon. Zëri i saj ishte i qetë, por në fjalët e saj ndihej një peshë e madhe. Burri im ishte një kompani në Durrës, ndërtime, kontrata transporti dhe furnizime mjekësore. Quhej Hoxha Group. Liridoni dëgjoi në qetësi. Kur ai vdiq 2 vjet më parë, kompania mbeti në përgjegjësinë time. Nuk ishte diçka që e prisja, nuk kisha planifikuar kurrë ta drejtoja e vetme. Në fillim Naimi tha se donte të më ndihmonte. Ai është vllai i burrit tim. U tha të gjithëve se do të më mbështeste derisa të mësoja si ta drejtoja biznesin. Gishtat e saj u shtrënguan pak mbi pelhurën e fustanit. Por ndihmia ngadalë kthehet në kontroll nëse nuk e kupton në kohë. Ajo shpjegoi si filluan të shfaqeshin dokumenta që kërkonin nënshkrime urgjente, vendime financiare merreshin pa miratimin e saj. Mbledhjet zhvilloheshin kur ajo ishte e sëmur ose larg. Puntojësit që bënin pyetje për këto vendime zhdukeshin nga pozicionet e tyre. Kur finalisht e kuptoi çfarë po ndodhte, Naimi kishte bindur disa antar të bordit se ajo ishte emocionalisht e paqëndrueshme. Ajo është shtatzën, u tha atave. Ajo është ende në zi, nuk mund të merr vendime të qarta. Natasha hodhi vështrim drejt derës së errët të kasolles. Llogarit u bllokuan. Autoriteti im u hoq hap pas hapi. Gjithçka u bë me kujdes që askush jashtë kompanisë mos ta kuptonte. Dhe kur e kuptua, u largova. Përgjigjja e saj erdhi menjëherë. U largova para se ata të më merrnin edhe fëmijën si provën e fundit që unë nuk isha e aftë. Era lëvizte lehtë mbi kodrat jashtë. Për herë të parë, Liridoni filloi ta kuptonte peshën e rrezikut që e ndiqte Natashën deri në malet mbi Elbasan. Jeta në kodrat mbi Elbasan kishte ndjekur gjithmonë një ritëm të qetë dhe të parashikueshëm. Njerëzit zgjoheshin herët, punonin tokat e tyre, pinin kafe në lokalin e vogël pranë rrugës dhe ktheheshin në shtëpi para se errësira të mbulonte malet. Për vite me radhë, Liridon Lecini kishte jetuar mes këtij ritmi pa tërhequr vëmendjen e askujt. Njihej si një burr i qetë që punonte fort dhe kërkonte pak nga të tjerët. Por pasi u përhap fjala për praninë e Natashës, e ritmi i fshatit filloi të ndryshonte. Në fillim gjithçka nisi me pëshpëritje. Disa fqinj kishin parë një grua shtatzën duke hyrë në shtëpinë e Liridonit disa ditë më parë. Të tjerë vunë re se ai po blinte më shumë bukë ose perime nga dyqani i vogël pranë rrugës. Pyetjet kalonin nga njëri tek tjetri, ndërsa njerëzit qëndronin jashtë shtëpive ose mblidheshin në tavolinat e vogla të kafenes. Kush ishte ajo? Nga kishte ardhur? Pse një grua shtatzën fshihej në kodra? Këto pyetje dal ngadalë u kthyen në hamendësime. Dikush nga qyteti kishte përmendur se një burr i pasur po kërkonte një grua shtatzën. Kur ky lajm arriti në fshat, historia ishte bërë më e errët sa herë që përsëritej. Disa filluan të thoshin se ajo mund të kishte vjedhur para. Të tjerë sugjeronin se po ikte nga policia. Disa madje thoshin se mund të ishte e lidhur me njerëz të rrezikshëm. E vërteta nuk kishte më rëndësi, sapo frika filloi të drejtonte bisedat. Ndërkohë, të huaj kishin filluar të shfaqeshin gjithnjë e më shpesh në rrugën që ngjitej drejt kodrave. Ata nuk silleshin si turistë apo vizitorë të rastësishëm. Makinat e tyre ishin të pastra dhe të shtrenjta, të pazakonshme për sytë e njerëzve të fshatit. Ata bënin pyetje me qetësi
dhe gjithmonë ofronin para për informacion. Për familjet që kalonin dimra të gjatë me pak të ardhura, ato para ishin të vështira për të refuzuar. Brenda pak ditësh, presioni mbi Liridonin u bë i dukshëm. Shenja e parë erdhi kur ai hyri në dyqanin e vogël të veglave, ku zakonisht merrte hua ndonjë mjet ose blinte gosht për riparime. Pronari e përshëndeti me të njëjtën mirësjellje si gjithmonë, por kur Liridoni i kërkoi të merrte hua një lopat për pasdite, burri hezitoi dhe tundi kokën. "M'vjen keq", tha ai me zë të ulët. "E ka marrë dikush tjetër." Liridoni e dinte që kjo nuk ishte e vërtetë. Më vonë, në kafenen e fshatit, dy burra që zakonisht e ftonin të ulej me ta, thjesht kthyen syt nga ana tjetër kur ai hyri brenda. Bisedat e zakonshme që mbushnin dhomën u ndalën për një moment, derisa ai porositi kafen. Ai e piu vetëm në cep të tavolinës dhe u largua pa e përfunduar. Edhe fëmijët e fshatit filluan të silleshin ndryshe. Një pasdite, ndërsa Liridoni kalonte pranë shtegut pranë oborrit të shkollës, pa disa djem që luanin futboll me një top të vjetër. Kur e pan që po afrohej, një nga nënat që qëndronte aty pranë thirri. "Eja këtu", i tha ajo djalit të saj. Djali vrapoi drejt saj. Ajo e tërhoqi pranë dhe pa Liridonin teksa kalonte pa thënë asgjë. Në fund të javës, tensioni kishte arritur deri tek pleqët e fshatit. U thirr një mbledhje pranë ndërtesës së vogël të komunitetit pranë rrugës. Disa burra të moshuar u ulën në stole të druri, ndërsa të tjerë qëndronin pranë duke dëgjuar me heshtje. Edhe Bardha Gurra ishte aty, me fytyrë të vendosur ndërsa shikonte Liridonin që afrohej. Ai e kuptoi situatën para se të fliste dikush. Njëri nga pleqët pastroi fytin. "Liridon", tha burri me kujdes, "kemi dëgjuar shumë gjëra për gruan që po qëndron tek ti." Liridoni qëndroi në heshtje. "Ka njerëz të fuqishëm që po kërkojnë në kodra, të huaj që ofrojnë para. Këto lloj të lashet nuk i duhen fshatit ton." Një burr tjetër foli pas tij. "Fshati ynë ka qenë gjithmonë i qetë, nuk mund të lejojmë që problemet e të tjerëve të bien mbi të gjithë." Në fund, Bardha bëri një hap përpara. "Ajo grua duhet të largohet", tha ajo drejt për drejt. Fjalët mbetën pezull në ajër. Liridoni pa rreth e rrotull. Disa shmangnin syt, ndërsa të tjerë shikonin drejt, pritur përgjigjen e tij. "Ajo nuk ka ku të shkojë", tha ai qetësisht. "Pleku kështertiu. Atëherë duhet të gjej një vend tjetër, por jo këtu." Liridoni tundi kokën ngadalë. "Jo." Refuzimi ishte i qetë, por i vendosur. Mbledhja përfundoi me zëra të ulët, por mesazhi ishte i qartë. 2 net më vonë, pasojat erdhën. Liridoni e kishte çuar Natashën më dhellë në kodrat atë mbrëmje për të shmangur vëmendje në fshot. Kur u kthye pranë mesnatës për të marrë disa gjëra nga shtëpia, dera ishte dashme e hapur. Korniza prej druri ishte thyer. Brenda, dhoma ishte e shkatruar. Tavolina ishte përmbysur. Soba e vogël ishte rënë në dysheme dhe hiri ishte përhapur në derasat e shtëpisë. Edhe dyshemeja i pakët që kishte ishte grisur dhe pambuku i tij ishte shpërndar kuto. Edhe tenxheret e pakta që kishte ishin hedhur kundër murit. Dikush kishte marrë kohë për ta shkatruar gjithçka. Liridoni qëndroi në dere për disa çaste në heshtje. Nuk kishte nevojë të pyeste kush e kishte bërë. Askush në fshat nuk do ta pranonte, por mesazhi ishte i qartë. Ai e mbylli derën ngadalë dhe u kthye drejt kodrave. Ajri natës dukej më i ftoftë ndërsa ecte përgjatë shtegut me spemëve. Me çdo hap, një mendim bëhej gjithnjë e më i qartë. Duke ndihmuar Natashën, ai kishte kaluar një vit të padukshme. Fshati që dikur e shihte si një nga të vetët, tashmë e shihte si një problem. Për herë të parë që nga dita kur e kishte mbajtur në shtëpinë nga mali, Liridoni e kuptoi se mirësia e tij e kishte kthyer në armik të komunitetit ku kishte jetuar për vite në fshat. Netët në kodrat mbi Elbasan ishin bërë më të ftohta dhe streha e qetë ku Liridoni kishte fshehur Natashën nuk dukej më e sigurt. Kasollja e vogël e braktisur i mbronte nga syt kureshtar të fshatarëve, por nuk u jepte shumë qetësi përballë rrezikut që po i rrethonte. Forca e Natashës kishte filluar të dobësohej çdo ditë më shumë. Ecjet e shkurtra që më pari përballonte tani e lodhnin brenda pak minutash dhe frymëmarrja e saj e tensionuar i tregonte Liridonit se shtatzania po bëhej gjithnjë e më e rrezikshme. Një mbrëmje, dhimbja erdhi papritur. Ata po rrinin pranë derës së kasolles, duke ngrënë një darkë të vogël me bukë dhe djathë të bardhë që Liridoni e kishte marrë nga një fermë e largët atë pasdite.
Dielli kishte perënduar pas kodrave dhe në qiell kishte mbetur vetëm një dritë e zbehtë portokalli. Natasha kishte ngrënë vetëm gjysmën e bukës kur papritur u ngrirë në vend. Dora e saj shkoi menjëherë te barku. Në fillim u përpoq të qëndronte e qetë, duke shtrënguar buzët sikur po priste që dhimbja të kalonte. Por brenda pak sekondash, fytyra e saj ndryshoi. Sikleti u kthye në diçka shumë më serioze. Trupi i saj u përkul përpara dhe një frymarrje e mprehtë i doli nga kraharori. Liridoni u afrua menjëherë. "Çfarë ke?" pyeti ai me zë të ulët. Natasha tundi kokën, nuk mund të fliste. Kur lëvizi pak, drita e zbehtë e lampës zbuloi një njoll të errët që po përhapej në pëlhurën e fustanit të saj. Për një moment, gjithçka u ndal. Pastaj, Liridoni e kuptoi. Pa thënë asnjë fjalë, ai hoqi xhaketën dhe ja vendosi mbi shpatulla. Pastaj e ndihmoi të ngrihej. Shtegu që zbriste nga kodrat ishte i ashpër dhe i pabarabartë, por nuk kishte rrugë tjetër. Natasha mezi e mbante ekuilibrin, ndërsa ai e mbështeste dhe udhëhiqte ngadalë drejt rrugës. Rruga duke e pafundme. Çdo disa minuta Natasha pengohej dhe Liridoni duhej ta mbante pothuajse të gjithë peshën e saj. Kur arritën te rruga pranë skajit të qytetit, gjakderdhja ishte bërë më e rëndë. Liridoni arriti të ndalonte një taksi të vjetër që po kthehej nga një udhëtim i vonë mes fshatrave. Shoferi e pa Natashën vetëm për një moment dhe hapi menjëherë derën e pasme. Ata mbërritën përsëri te e njëjta klinikë private pranë stacionit të autobuseve në Elbasan. Ndërtesa dukej njësoj si më parë, e qetë në dritat e zbehta të rrugës. Por sapo Natasha hyri brenda, stafi e kuptoi se kjo nuk ishte më një situatë e zakonshme. Gjendja e saj i detyruan të vepronin shpejt. Një infermiere vrapoi me një barel, ndërsa një tjetër thirri mjekun. Brenda pak sekondash, Natasha u dërgua përgjatë korridorit drejt dhomës së trajtimit. Liridoni mbeti në sallën e pritjes, me duart e ndetë ndotura nga rruga e malit. Dera e dhomës së kontrollit u mbyll pas saj. Për gati 20 minuta, ai priti pa dëgjuar asgjë. Më në fund, doktori doli në korridor. Ishte doktor Eni Oreka. "Ajo është e stabilizuar për momentin", tha mjeku duke rregulluar syzet. Liridoni ndjeu një val të vogël lehtësimi në kraharor. Por fjalët që erdhën pas kësaj e zhdukën menjëherë atë ndjenjë. "Ajo ka nevojë për vëzhgim të mëtejshëm", vazhdoi doktori me qetësi. "Duhet mjekim dhe monitorim, por kjo kërkon pagesë." Liridoni e pa drejt në sy. "Do të paguaj", tha i shpejt. "Vetëm trajtojeni." Mjeku tundi kokën. "Duhet ta siguroni sonte." Liridoni e dinte se nuk kishte aq para. I vetmi njeri në qytet që mund të jepte një shumë të tillë menjëherë ishte një burr që shumica e njerëzve përpiqen ta shmangnin. Zyra e tij e vogël ndodhej pas tregut të vjetër pranë lumit, një vend ku njerëzit përshpërisnin për borxhe që nuk zhdukeshin kurrë. Emri i tij ishte Sokol Kavaja. Sokoli dëgjoi në heshtje ndërsa Liridoni ekspjegoi situatën. "Të duhen para sonte", tha ai ngadalë. "Po." Huadhënsi u mbështet në karrige. "Dhe nuk ke asgjë për të ofruar si garanci." Liridoni heshti. Sokoli buzëqeshi lehtë. "Atëherë interesi do të jetë shumë i lartë." Kushtet ishin të rënda. Nëse borxhi nuk paguhej brenda disa muajsh, ai do të merrte çdo pronësi ose të ardhur që Liridoni mund të kishte në të ardhmen. Por nuk kishte kohë për negociata. Jeta e Natashës varri nga kjo. Liridoni e firmosi marrëveshjen pa hezitim. Kur u kthye në klinik, mjeku ishte filluar trajtimin. Parat që vendosin mbi tavolinë i dhan mundësinë Natashës të qëndronte nën vëzhgim gjatë gjithë natës. Por ndërsa Liridoni rrinte pranë shtratit të saj në spital, kërkimet jashtë qytetit po shtoheshin. Njerëzit e Naim Mushicit kishin zgjeruar kërkimet përtej qytetit. Makina të panjohura filluan të dukeshin në rrugët që çonin drejt kodrave. Grupe burrash kalonin në përfisha dhe shteg pyjor, duke pyetur fermer dhe barinj se kishin parë një grua shtatzën që udhtonte me një burr të gjatë nga fshati. Prania e tyre përhapi shqetësim në gjitha zonën. Liridoni e mori vesh të nesërmen në mëngjes nga një fermer që kishte ardhur në klinik me gjalin e tij të plagosur. Burri foli me zë të ulët ndërsa plotësonte dokumentat në recepcion. "Ka njerëz që po kërkojnë kudo", tha ai, "të huaj me makina të shtrenjta." Ky paralajmërim konfirmoi atë që Liridoni ashtu thjesht e dinte se kishte frikë. Kodrat nuk ishin më të sigurta. Kur Natasha u ndjeu pak më mirë për t'u larguar nga klinika atë mbrëmje, ai nuk e çoi më drejt fshatit. Në vend kësaj, ata u zhdukën në përfisha dhe fshatra nën mbulesën e errësirës. Rrugët kryesore i shmangën plotësisht.
Liridoni e mbante Natashën dhe e çonte përmes shtegjve të ngushtë pyjor dhe fermave të braktisura, ku muret e vjetra guri tregonin fisha që nuk ishin punuar prej vitesh. Drita e vetme që ju hiqte ishte hëna që dilte her pas here mes kruajve. Heshtia e atyre vendeve duke i rënd, sikur vetë toka e kuptonte se ata po fshiheshin. Pas tyre, kërkimet vazhduan të shtoheshin. Dhe me çdo natë që kalonte, distanca mes tyre dhe burrave që i ndiqnin bëhej gjithnjë e më e rrezikshme. Kodrat që dikur kishin qenë një streh për Liridonin dhe Natashën nuk ishin më të sigurta. Fjala ishte përhapur shumë larg dhe të huajt që kërkonin në përfshatra dhe ara po bëheshin gjithnjë e më të dukshëm. Fermerët që dikur e përshëndesnin Liridonin me respekt, tani e shikonin me kujdes nga larg. Disa prej tyre tashmë kishin folur me burrat që ofronin para për informacion. Në vende ku jeta ishte e vështirë dhe mundësit ishin të pakta, besnikëria shpesh dobësohej kur frika dhe parat shfaqeshin bashk. Liridoni e kuptoi se nëse qëndronte në kodra, herët avon do të gjendeshin. Një mëngjes të ftohtë para lindjes së diellit, ai e ndihmoi Natashën të zbriste një shteg të ngushtë që largohej nga rrugët që ai njihte prej vitesh. Qielli ishte ende blu i errët dhe ajri mbante freskinë e lagësht të natës. Natasha ecte ngadalë pranë tij, me njërin dorë mbi bark dhe tjetrën të mbështetur në krahun e Liridonit. Forcat e saj nuk ishin rikthyer plotësisht që nga gjakderdhja në klinik dhe çdo hap kërkonte kujdes. Duhet të arrinte rruga para se të zgjohet fshati, tha Liridoni me zë të ulët. Natasha vetëm tundi kokën. Plani i tyre ishte i thjeshtë. Ata do të largoheshin nga ajo zonë dhe do të udhëtonin drejt Korçës, me shpresën se në një qytet më të madh mund të humnin mes njerëzve dhe të mos binin më në sy. Në një vend të tillë, askush nuk pyeste shumë për të huajt. Por të arrije deri atje nuk ishte e lehtë. Kur dielli u ngrit mbi male, ata arritën në një kryqëzim të vogël rrugësh që kalonin her pas here makina dhe autobus që lidhnin fshatrat me qytetet. Liridoni e ndihmoi Natashën të ulej mbi një mur të ulët guri ndërsa prisnin ndonjë makinë. Makina e parë ngadalsoi kur shoferi i pa pranë rrugës. Burri uli xhamin dhe dëgjoi shkurt ndërsa Liridoni kërkoi nëse mund t'i merrte drejt Korçës. Por sapo kuptoi situatën dhe pa Natashën shtatzën, fytyra e tij ndryshoi. Nuk dua të lashe, tha shpejt dhe u largua. Makina tjetër as nuk ndaloi. Kaluan disa orë në nxehtësinë e mesditës. Disa shoferë të tjerë ndaluan vetëm për të dëgjuar kërkesën e Liridonit, por përgjigjja ishte gjithmonë e njëjtë. Njerëzit kishin dëgjuar historitë që qarkullonin në përfshatra. Të gjithë e dinin se disa njerëz të fuqishëm po kërkonin një grua shtatzën që udhëtonte me një burr nga kodrat. Ta ndihmoje do të thoshte të përfshiheshe në një problem të madh. Nga mesdita, Natasha ishte pothuajse pa fuqi. Liridoni e shihte lodhjen në mënyrën si ajo mbështetej përpara mbi murin e gurit. Do të gjejmë një mënyrë, i tha ai me qetësi. Në pasdite u dëgjua nga larg zhurma e një autobusi të vjetër që afrohej në rrugë. Automjeti erdhi ngadalë, me bojën e zbehtë dhe xhamat e mbuluar nga pluhuri rrugëve të gjata. Shoferi ngadalsoi kur pa dy njerëzit që prisnin pranë rrugës. Liridoni bëri një hap përpara ndërsa autobusi ndaloi. Burri i moshuar ishte një burr i moshuar me flokë gri dhe duar të lodhura mbi timon. Ku doni të shkoni? Pyeti ai. Në Korçë, u përgjigj Liridoni. Shoferi hodhi një vështrim drejt Natashës, që rinte ulur pas tij. Fytyra e saj e zbehtë dhe lodhja në trup tregonin mjaftueshëm. Nuk dukeni si udhëtar të zakonshëm, tha me kujdes. Liridoni heshti për një moment. Na duhet vetëm një udhëtim. Burri i moshuar i vështroi për disa sekonda, sikur po mendonte nëse duhej të përfshihej në diçka që dukej qartë se kishte probleme. Pastaj i pshërhiti dhe hapi derën. Hyni, tha me zë të ulët. Natasha buzëqeshi lehtë, ndërsa Liridoni e ndihmoi të ngjitej në autobus. Autobusi kishte vetëm pak pasagjerët pasdite. Kryesisht fermerë që ktheheshin në shtëpi, me thas perimesh dhe shporta me vezë. Askush nuk bëri pyetje. Liridoni dhe Natasha ulën në pjesën e pasme dhe pan nga dritarja ndërsa peizazhi ndryshonte. Rruga kalonte në përfshatra të gjara dhe qytete të vogla,
pastaj filloi të ngjitej drejt maleve që rrethonin Korçën. Kur e ra mbrëmja, dritat e qytetit filluan të shfaqeshin në horizont. Krahasuar me fshatrat që kishin lënë pas, Korça dukej e madhe. Rrugët ishin plot me makina dhe njerëz që ecnin nën dritat e llampave, kafenet ndriçonin trotuaret, ku familje dhe student rrinin në tavolina të vogla duke pirë kafe. Për herë të parë, pas shumë ditësh, zhurma e një qyteti të madh i dha një ndjenjë të çuditshme sigurie. Liridoni gjeti një klinik të vogël në periferi të qytetit, ku Natasha mund të pushonte. Ndërtesa ndodhej pranë një rruge të qetë me pemë të vjetra përgjatë saj. Brenda, stafi e pranoi menjëherë Natashën sapo pa gjendjen e saj. Liridoni priti jashtë ndërsa mjeku bënte kontrollin. Nata kishte rënë kur dera e klinikës u hap përsëri, por nuk ishte mjeku që doli jashtë. Një makinë e zezë ishte ndalur pranë hyrjes. Pranë saj qëndronte Naim Mushica, i mbështetur qetësisht sikur kishte pritur aty prej kohësh. Dy burra të tjerë qëndronin disa hapa më larg duke vëzhguar rrugën. Trupi i Liridonit u tendos me njëherë. Naimi foli i pari. Keni udhëtuar larg, tha me qetësi. Zëri i tij nuk kishte zemërim, vetëm siguri. Je një burr kokfort, Liridon Lecini, vazhdoi ai. Shumica e njerëzve do t'ishin larguar nga kjo histori shumë kohë më parë. Liridoni nuk foli. Naimi bëri disa hapa përpara. Kjo nuk kapset përfundoi keq, tha ai. Ti ke bërë më shumë se sa duhet për dikë që nuk është përgjegjësia jote. Ai bëri një gjest të lehtë drejt klinikës. Largohu tani, dhe unë do t'i zgjidh të gjitha problemet e tua. Liridoni e vështroi me kujdes. Oferta e Naimit tingëllonte pothuajse bujare. Një shtëpi, vazhdoi ai. Borxhet e tua të fshira, para të mjaftueshme që t'jetosh i qetë për pjesën tjetër të jetës. Ai ndaloi për një moment para se të thoshte kushtin e fundit. Thjesht lëre Natashën të kthehet me mua. Rruga mbeti e qetë për disa sekonda. Liridoni hodhi një vështrim drejt derës së klinikës ku Natasha ndodhej brenda. Pastaj u kthye sërish nga Naimi. Jo, tha ai. Përgjigja ishte e thjeshtë dhe e qetë, por nuk linte vend për asnjë marrëveshje. Nata jashtë klinikës së vogël në Korçë mbeti e qetë, edhe pasi Liridoni refuzoi ofertën e Naim Mushicës. Naimi nuk ngriti zërin dhe nuk u propoj të detyronte situatën në ato moment. Ai thjesht e pa Liridonin me një qetësi të ftohtë, si një njeri që besonte se koha gjithmonë punonte në favor të tij. Po bëj një gabim, tha më në fund Naimi. Liridoni nuk u përgjigj. Pas disa sekondash, Naimi u kthye drejt makinës së zezë që priste pak më larg. Dy burrat që shoqëronin hapën dyert pa thënë asnjë fjalë dhe makina u largua nga rruga po aq qetë sa kishte ardhur. Por ai takim e bëri një gjë shumë të qartë për Liridonin. Ata tashmë ishin gjetur. Brenda klinikës, Natasha pushonte në një dhomë të vogël të ndriçuar nga një llambe butë mbi mur. Mjeku i kishte dhënë ilaçe për ta stabilizuar shtatzënin dhe kishte insistuar që ajo të qëndronte disa ditë në vëzhgim. Trupi i saj ishte lodhur nga javë të tëra udhëtimi, frike dhe tensioni. Kur Liridoni u kthyre pranë shtratit të saj, ajo e kuptoi menjëherë nga fytyra e tij se diçka kishte ndodhur. Na gjeti, tha ajo me zë të ulët. Liridoni tundi kokën. Natasha mbylli syt për një moment, por në fytyrën e saj nuk kishte më frikën e mëparshme. Diçka kishte ndryshuar brenda saj gjatë javëve që kishte kaluar duke u fshehur dhe duke ikur. Lodhja ishte ende aty, por nën të kishte lindur një vendosmëri e qetë. Nuk mund të vazhdojmë të ikim, tha ajo. Për herë të parë që nga momenti kur ishte larguar nga Durrësi, Natasha filloi të kontaktonte njerëzit që dikur i kishte besuar. Të nesërmen në mëngjes, duke përdorur një telefon që i kishte dhënë recepcionistja e klinikës, ajo kontaktoi disa ish punonjës të Hoxha Group që kishin lënë kompaninë në heshtje gjatë kohës kur Naimi kishte filluar të merrte kontrollin. Ata ishin njerëz që kishin parë vendime financiare të dyshimta, kontrata të zhvendosura pa shpjegim dhe mbledhje bordi ku autoriteti i Natashës ishte hequr dal nga dal. Shumë prej tyre kishin heshtur nga frika, por tani situata kishte ndryshuar. Brenda 2 ditësh filluan të mbërrinin mesazhe nga pjesë të ndryshme të vendit. Disa erdhën përmes emaileve të sigurta, të tjerë u dorëzuan personalisht nga njerëz që kishin vendosur të udhëtonin në heshtje drejt Korçës. Dokumentet që sollën konfirmonin gjithçka që Natasha kishte dyshuar. Ekstrakte bankare që tregonin transferime të pa autorizuara,
E-mail të brendshëm mes Naimit dhe disa anëtarëve të bordit ku diskutoi hapur mënyra se si do t'i hiqnin autoritetin Natashës. Regjistrime bisedash ku Naimi fliste për manipulimin e strukturës së kompanisë gjatë shtatzënisë së saj. Dokumenti më i rëndësishëm erdhi në një USB të vogël që u dorëzua nga një ish drejtor financiar i kompanisë. Burri nuk pranoi të hynte në klinik dhe ja dha pajisjen Liridonit jashtë ndërtesës. Kjo duhej të dilte në dritë shumë kohë më parë, tha ai para se të largohej. Natasha e dinte se provat ishin të forta, por për t'i bërë publike, duhej dikush që nuk trembej nga indikimi i një korporate të madhe. Ai person ishte Agdona Kota, një gazetare investigative nga një media kombëtare që njihej për zbulimin e korrupsionit në biznes dhe politik. Agdona mbërriti në Korçë 2 ditë më vonë. Ajo ishte drejt për drejt, e qetë dhe e mësuar me histori të ndërligjuara. Pasi vat dokumentet dhe dëgjoi regjistrimet në një tavolinë të qetë në kafenen e klinikës, ajo u mbështet pas karriges. Nëse këto janë të vërteta, tha me kujdes, do ta shkatërrojnë. Natasha e pa drejt në sy. Janë të vërteta. Agdona tundi kokën ngadalë. Atëre duhet të veprojmë shpejt. Por Naim Mushica po vepronte edhe më shpejt. Herët në mëngjes të djeshmen, 2 policë mbërritën në klinik dhe kërkuan Liridon Leçinin. Toni i tyre ishte i sjellshëm por i prerë. Ata i shpjeguan se kishte bërë një kallëzim ku thuhej se Liridoni kishte frembyer Natashën dhe e kishte transportuar në disa qytete pa dëshirën e saj. Akuza të ngonte absurde. Megjithatë, policët thanë se kishin urdhër ta qonin në komisariat për pyetje. Liridoni nuk bëri rezistencë. Ai u ngjit shpejtash në makinën e policisë, ndërsa Natasha e shihte nga dritarja e klinikës. Pamja e makinës që largohej i shtrëngti diçka thellë në krahasor. Në komisariat, atmosfera ishte ftohtë dhe formale. Liridoni u ul në një dhomë të vogël marri në pyetje me mure të boshe dhe një tavolinë metalike. Përballë tij u ul një hetues policie me një dosje dokumentash. I akuzuar për rrëmbimin e Natashës Hoxhës. Kjo nuk është e vërtetë, u përgjigj Liridoni me qetësi. Hetuesi i shtiu një dokument drejt tij. Nëse bashkëpunon, kjo do të mbarojë shpejt. Në atë dokument ishte shkruar një version i rrem i historisë ku thuhej se Natasha ishte manipuluar nga Liridoni dhe ishte transportuar kundër dëshirës së saj. E vetmja gjë që ai duhej të bënte ishte ta nënshkruante dhe të pranonte se ishte mashtruar. Liridoni e lexoi një herë dokumentin, pastaj e shtiu përsëri drejt hetuesit. Nuk do ta nënshkruaj. Hetuesi u mbështet në karrige. Mendohej mirë, por Liridoni e kishte marrë vendimin. Ndërkohë që marrja në pyetje vazhdonte në komisariat, Natasha qëndronte në klinikë së bashku me Aktonën dhe disa gazetarë të tjerë që kishin ardhur pasi kishin parë provat. Për vite, burra të fuqishëm kishin vepruar pas dyerve të mbyllura, duke besuar se askush nuk do t'i zbulonte. Tani, dokumentet tregonin një histori tjetër. Aktona hapi laptopin dhe filloi të përgatiste raportin. Të dhënat financiare u verifikuan. Regjistrimet audio u transkriptuan. Dokumentet e kompanisë u krahasuan me e-mailet e brendshme që tregonin se si autoriteti i Natashës ishte hequr dal nga dal. Në mbrëmje, historia ishte gati. Agdona nuk e publikoi në heshtje. Provat u dorëzuan njëkohësisht te mediat kombëtare, te autoritetet financiare dhe te institucionet që mbikëqyrnin aktivitetin e kompanive të mëdha. Brenda pak orësh, konflikti i fshehtë brenda familjes Hoxha u kthye në një skandal nacional. Televizionet filluan të raportojnë për akuzat. Portale të ndryshme publikuan dokumentet që tregonin se si Naim Mushica kishte manipuluar vendimet e kompanisë, ndërsa pretendonte se po i mbronte biznesin. Ajo që filloi si një konflikt i fshehtë familjar, tani u kthye në një hetim për mashtrim financiar dhe abuzim të pushtetit. Në komisariat, një polic hyri në dhomën e marrjes në pyetje me një telefon në dorë. Ai ia tregoi ekranin hetuesit që rrinte përballë Liridonit. Titujt e lajmeve tashmë përhapeshin në gjithë vendin. Balanca e pushtetit kishte filluar më në fund të ndryshonte. Lajmi u përhap më shpejt nga sa kishte menduar kushdo. Brenda pak orësh, pasi provat u publikuan, televizionet në gjithë vendin filluan të diskutonin skandalin që lidhej me Hoxha Group. Analist financiar u shfaqën në emisionet e mbrëmjes, duke analizuar dokumentet që kishin dalë në dritë. Gazetarët publikuan kopje të emaileve dhe të dhënave bankare që tregonin se si vendimet e kompanisë ishin manipuluar, ndërsa Natasha Hoxha ishte paraqitur publikisht si e paqëndrueshme. Ajo që dikur ishte një përplasje e fshehtë brenda një familjeje të fuqishme, tani ishte bërë një çështje kombëtare. Institucionet rregullatore hapën hetime zyrtare.
Juristët filluan të shqyrtonin ligjshmërinë e disa kontratave të firmosura gjatë muajve kur Naim Mushica kishte marrë kontrollin e përkohshëm të kompanisë. Gazetarët u mblodhen përpara zyrave qendrore të Hoxha Group në Durrës, duke bërë pyetje që askush nuk kishte guxuar t'i bënte më parë. Në klinikën e vogël pranë Korçës, Natasha ndiqte lajmet në një televizor të heshtur të vendosur në murin e dhomës së pritjes. Aktona Cota qëndronte pranë saj duke kontrolluar vazhdimisht telefonin, ku mbërrinin përditësime nga redaksit dhe institucionet. Tani nuk mund ta kontrolloj më këtë situatë, tha Aktona me zët qetë. Natasha dëgjoi pa folur. Vështrimi i saj her pas here shkonte drejt dritares, ku drita e mbrëmjes po zbehej pas pemëve. Por tensioni që kishte grumbulluar në trup gjatë gjithë atyre javëve, kishte filluar të shfaqej në një mënyrë tjetër. Në fillim ishte vetëm një dhimbje e lehtë në shpinë. Ajo lëvizi pak në karrige, duke u përpjekur ta ignoronte. Pastaj, dhimbja u kthye më e fortë. Një infermiere që po kalonte në korridor vuri re shprehjen në fytyrën e Natashës dhe u afrua menjëherë. Po ndjen kontraksione? Pyeti ajo. Natasha u përpoq të përgjigjej me qetësi, por një val tjetër dhimbjeje ndërpreu para se të fliste. Brenda pak minutash, stafi i klinikës filloi të lëvizte me shpejtësi. Mjeku konfirmoi atë që Natasha e kishte ndjerë tashmë. Stresi i javëve të fundit e kishte shtyr trupin e saj përtej kufive. Lindja kishte filluar më herat se sa pritej. Meqense klinika ishte e vogël dhe nuk kishte repart materniteti të specializuar, mjekët organizuan menjëherë transferimin e saj në një maternitet pranë qytetit. Ishte një ndërtesë e thjeshtë, por e njohur për trajtimin e shtatzanive të vështira. Një ambulancë çoi Natashën drejt atij materniteti nëpër rrugët e qeta të mbrëmjes në Korçë. Ndërtesa ndodhej në skajin e qytetit, aty ku rruga fillonte të ngjitej drejt kodrave të përreth. Brenda ishte e thjeshtë, por e pastër, dhe mjekët që e pritën reaguan menjëherë sapo panë gjendjen e saj. Askush nuk kërkoi pagesë, askush nuk kërkoi dokumenta. Prioriteti ishte i qartë. Infermierët përgatitën dhomën e lindjes, ndërsa mjeku kontrollonte me kujdes rrahjet e zemrës së foshnjës. Natasha shtrëngonte skajin e shtratit duke marrë frym thellë sa herë që një tjetër kontraksion përshkonte trupin e saj. Jashtë dhomës e lindjes, Nata vazhdonte qetësisht, ndërsa qyteti jetonte pa e ditur se një jetë e re po vinte në botë. Pak pas mesnatës, momenti përfundimtar erdhi. Një infermiere e mbështrolli një foshnjë të vogël në një batanie të butë dhe e vendosi me kujdes në krahët e nënës. Të qarët e foshnjës mbushën dhomën me një zë të brisht por të fuqishëm. Ishte vajzë, tha mjeku me një buzëqeshje lehtë. Natasha e pa fytyrën e vogël që pushonte në gjoksin e saj. Emri i saj është Amaris, tha ajo me qetësi. Ndërkohë, në pjesë të tjera të vendit, po ndodhte një tjetër moment. Forcat e policisë mbërritën në disa zyra lidhur me Hoxha Group erët në mëngjes. Me urdhra të ri arresti të mbështetur me provat që tashma qarkullonin në media, hetisit arrestuan Naim Mushicën dhe avokatin e tij Dashnor Novakun me akuza për mashtrim financiar, shtrëngim dhe manipulim të strukturave të kompanisë. Ndikimi që Naimi kishte pasur mbi kompaninë filloi të shembej menjëherë. Kontratat u pezulluan, llogaritë bankare u ngrinë deri në përfundimin e hetimeve. Antarët e bordit që e kishin mbështetur filluan të distancohen nga vendimet marra gjatë drejtimit të tij. Kur dielli u ngrit malmatet nga rrunet e Korçës, balanca e pushtetit që e detyronte Natashën të fshihej ishte përmbysur plotësisht. Brenda maternitetit, voglushja Amaris flinte qetësisht në krahët e nënës së saj, ndërsa drita e parë e mëngjesit hynte nga dritarja. Për herë të parë pas shumë javësh, bota jashtë dukej pak më e rrezikshme. Muajt që pasuan dukeshin më të qetë se kaosit që kishte ardhur më parë, por pasojat e atyre ngjarjeve vazhdonin të përhapeshin në gjithë vendin. Hetimet mbi çështjet e Hoxha Group vazhduan me ritëm të qëndrueshëm. Institucionet financiare shqyrtonin dokumentet, prokurorët analizonin kontratat e firmosura gjatë periudhës kur Naim Mushica kishte marrë kontrollin e kompanisë, dhe disa vendime të marra gjatë asaj kohe u shpallën të paligjshme. Për Natashën, kthimi në Durrës nuk ishte një moment triumfi. Ndërtesa qendrore e kompanisë dukej e njëjtë nga jashtë, zyrat prej xhami përballë portit, punonjës që hynin çdo mëngjes me filxhan kafeje në duar dhe anijet që dukeshin në horizont për te detit. Por brenda ndërtesës, atmosfera kishte ndryshuar plotësisht. Shumë nga njerëzit që më parë kishin heshtur në mbledhjet e bordit, tani flisnin hapur për atë që kishte ndodhur. Menaxherë që dikur kishin shmangur çdo diskutim, pranonin se kishin pasur frikë të humnin vendin e punës nëse do të kundërshtonin Naimin.
Kompania që Natasha kishte marrë sërish në drejtim nuk ishte më thjesht një biznes. Ajo ishte bërë një shembull se sa lehtë mund të abuzohej me pushtetin pas dyerve të mbyllura. Natasha kaloi javë të tëra duke shqyrtuar dokumente dhe duke u takuar me auditor. Disa departamente u riorganizuan. Kontratat e lidhura me kompani që kishin marrë përfitime nga rrjeti i Naimit u pezulluan. Disa marrëveshje furnizimi me spitale u hetuan pasi provat tregonin se ishin manipuluar për të rritur fitimet duke dëmtuar pacientët. Sa më thellë që ajo hynte në ato kontrata, aq më shqetësues bëhej sistemi. Disa spitale kishin vendosur rregulla që vononin trajtimin derisa pagesa të ishte e garantuar. Klinikat kishin qenë të detyruara nga kontrata furnizimi që i shtynin të vendosnin fitimin përpara kujdesit mjekësor. I njëjti mentalitet që dikur e kishte lënë Natashën duke pritur e pafuqishme në një korridor klinike, ishte bërë pjesë e një problemi shumë më të madh. Ajo e kuptoi se nuk mund të kthehej thjesht në të njëjtin sistem dhe të vazhdonte sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Një pasdite, ndërsa po shqyrtonte një tjetër dosje me raporte, Natasha e mbylli dosjen dhe u mbështet në karrige. Kjo nuk mjafton, tha me zë të ulët. Përballë saj, Liridoni dëgjoi pa e ndërprer, që nga largimi nga Korca, ai kishte kaluar pjesën më të madhe të kohës duke ndihmuar në gjëra praktike, transportimin e dokumentave, organizimin e takimeve dhe kujdesin për foshnjën kur puna e Natashës zgjaste me orë të tëra. "Çfarë do të thuash?" pyeti ai. Natasha hodhi syt nga dritarja ku deti shtrihej përtej portit. "Sistemi që e lejoi gjithë këtë ende ekziston," tha ajo. "Nëse asgjë nuk ndryshon, dikush tjetër do ta bëjë të njëjtin gjë një ditë." Mendja e saj u kthye te nata e parë kur u takuan, kur dera e një klinike pothuajse u mbyll sepse askush nuk besonte se ndihma duhet të vinte para parash. Ai kujtim mbeti më i fortë se çdo dokument biznesi. Disa javë më vonë, Natasha u kthye në kodrat mbi Elbasan. Rruga e ngushtë që ngjitej drejt maleve dukej njësoj siç e mbante mend Liritoni. Të njëjtat shtiga guri kaluan mes pemëve dhe fshatrat e vegjël qëndronin të shpërndarur më për shpatet e kodrave. Ajri mbante aromën e tumit druri dhe barit malit. Duke qëndruar përsëri në atë vend, Natasha e kuptoi qartë se çfarë donte të ndërtonte. Ndërtimi filloi në heshtje. Në vend të një spitali të madh privat, projekti përqendrua në diçka më të thjeshtë dhe më të dobishme. Një klinik që do t'u shërbente fshatrave përreth, ku njerëzit shpeshherë kishin vështirësi për të gjetur kujdes mjekësor. Punëtorë nga zonat përreth ndihmuan në ndërtimin e saj, duke ngritur themelet prej guri dhe vendosur pajisje moderne brenda ndërtesës. Liridori kaloi muaj të tëra në atë vend duke mbikëqyrur materialet dhe polur me punëtorët që e njihnin nga fshatrat përreth. Klinika u ndërtua jo më larg shtegut ku ai kishte gjetur Natashën të rrëzuar me zgurve. Për të, ai vend dukej e njëkohësisht i njohur dhe i çuditshëm. Në fillim të vjeshtës, ndërtesa ishte gati. Dita e hapjes erdhi në një mëngjes të ndritshëm kur dielli ndriçonte gjithë vulinën boshtë. Disa banorë të zonës u mblodhen pranë hyrjes, ndërsa infermierët përgatisnin pajisjet brenda. Atmosfera ishte e thjeshtë, pa ceremoni dhe pa fjalime. Tabela mbi derë mbante një mesazh të thjeshtë. Pacientët trajtohen së pari. Pyetjet për pagesën vijnë më vonë. Brenda, dhoma e pritshme mbante aromën e bojës të freskët dhe kafes së ngrohtë që një infermiere kishte përgatitur në kuzhinën e vogël pas recepcionit. Mjeku i klinikës po shikonte dosjet e para të pacientëve, ndërsa recepcionistja rregullonte formularët mbi tavolinë. Pak pas mesdite, erdhi vizitorja e papritur. Një grua u afrua ngadalë përgjatë shtegut që çonte te hyrja. Rrobat e saj tregonin se kishte udhëtuar gjatë dhe në fytyrën e saj dukej e njëjta pasiguri që Natasha kishte ndier dikur. Një dorë e mbante mbi bark kur ajo ndaloi pranderës. Ajo ishte shtatzan. Kur recepcionistja vuri re hezitimin e saj, doli jashtë dhe shpoli me butësi. "Hyni brenda," i tha. Gruaja duke i turpëruar. "Nuk kam para me vete," tha me zë të ulët. Recepcionistja buzëqeshi. "Kjo nuk është pyetja e parë që bëjmë këtu." Brenda, infermierët e shoqëruan drejt dhomës së kontrollit, ndërsa mjeku i klinikës përgatiste pajisjet për të dëgjuar rrahjet e zemrës së foshnjës. Nga dera, Liridoni e shikonte gjithë skenën në heshtje. Lëvizjet e qeta të stafit, mënyra e butë si e qetësonin gruan e friksuar dhe dinjiteti thjesht i faktit se ajo po trajtohej pa u gjykuar, krijuan një moment që ai nuk e kishte imagjinuar kushnjë. Muaj më vonë, gjithë këtë u kthye në diçka më shumë të madhe. Pranë saj, Natasha shqendronte mbajtur në krah voglushe Namaris.
Foshnja flinte qetësisht mbi shtypun e saj, ndërsa drita e diellit mbishte hyrjen e klinikës. Natasha vëzhgoi përreth ndërtesën për një moment e më pas u kthye nga Liridoni. Këtu, përshpëriti ajo qetësisht, fillon vërtet historia.